tuaj, ajo që ati më së shumë t'i dhëm, Edi Rama. Fort, fort! Edhe njerë në një zë, Edi Rama o hajdut, Edi Rama, Edi Rama, vëllezër, motra, nëna, babauar, sot jemi në ditën e 55 të qëndresës përballë godinës që do të mbahet mend si godina që u zaptua nga Edi Rama dhe hajdutët e tij. Çdo ditë e më shumë kësaj qeverie po i dalin skandalet, ndërkohë çdo ditë e më shumë i marrur i peng Edi Rama po dëshmon se rreshtimin krah drejtësisë të fillimet e veta e kishte thjesht fasad. Qëndresa jon përballja me të po i rrëzon fasadën duke rreshtuar si njeriu kundër drejtësisë. Ai, 2 ditë më parë, ishte në Divjak, në krah, kishte Belinda Bohukun, si karshillok që i bën shoqërisë tonë, duke i thënë, nuk ka problem që u vjedhin, unë i mbaj në krah. Ai, me Belinda në krah, i bën dhe karshillok drejtësisë, duke i thënë, kot sa lodheni, sepse unë e kam marrë në mbrojtje. Ai, me Belinda në krah, i bënte sfidë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat i kanë shpau luftë krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Ndaj, është koha që të gjithë bashkë, krah për krah, kundër Edit që mban në krah Belindën. Tashmë gjërat po qartësohen. Ata që na vjedhin po rreshtohen në një front. Ne, populli, po rreshtohemi në frontin përballë. Radhët po shtohen, muret po bjen, po i rrëzojmë nga themelet ndasit, duke i kërkuar bashkim të madh socialistëve të zhgënjyer, demokratëve që kërkojnë ndryshim, të majtëve të djatëve, të gjithë të shesh në javët që vinë përballë regjimit. Edi Rama sot është simbol i korrupsionit dhe i tillë do të mbahet mend gjatë. Ai sot njihet si Edi që drejton pandën që e ka vjedhë më së shumë të Shqipërinë. Ndaj sërish një zëri t'i kujtojmë çfarë mendon populli për të. Edi Rama. Fort, fort. Edi Rama. Edi Rama. Edi Rama pretendon se ai është autori reformës në drejtësi dhe se është krah drejtësisë. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se është njeriu që po modernizon shtetin shqiptar. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se është njeriu që ka luftuar korrupsionin. Gënjen se është njeriu që ka luftuar korrupsionin. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se në spitalet tona ka ilaçe dhe shërbimet janë më të mira se më parë. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se bujqësia është liuar në qeverisjen e tij.
gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se ka luftuar korrupsionin, gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se ka rritur pensionet dhe se prindrit tanë jetojnë më mirë se në të shkuarën, gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama premton dhe pretendon se është njeriu që mund ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe se po ndërton Europën këtu në vatrat tona, gënjen apo thot vërtetën? Gënjen apo thot vërtetën? Edi Rama është një mashtrues i cili i ka vjedhur këtij populli palcën në këto 13 vite, duke i kanalizuar parat e vendit ton në pak duar. Ndaj ne sot sërish një zëri i themi, Edi Rama. Ju që jeni në këtë shesh, jeni davandyshet e para të ndryshimit që do t'i jap fund tranzicionit të stërgjatur shqiptar. Ju jeni qëndrestarët që guxuat të dilni për te egove personale, për te frikës, duke e vrarë atë. Ndaj unë sot për ulem për para jush. Sot ata po mundohen me procedur të shpëtojnë Belinda Baukun në ndryshimet e fundit kodit penal, dhe a i si gjithmonë fshihet pas votave që kanë për të mundur të heqin veprën si pas të cilës bashkëpunëtorët e drejtësisë përfitojnë mbështetje dhe ulje të dënimit. Po pse e kanë për? Sepse duan të ruhen nga ata që po merren pa nderur nga drejtësia. Ju do të dënoheni edhe për parkimin dysh të makinave, ndërkohë Belinda Edit, edhe pse është vërtetuar që ka deformuar tendera në vlera miliona euro me procedurë mbahet zvarr, duke mos e dorëzuar që ka deformuar tendera në vlera miliona euro